Grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të voton kundër, edhe kundër kësaj praktike, ku kuvendin apo seancën e kuvendit të Kosovës e shtyn Vučići përmes isës dhe hashimit, siç ndodhi në mëngjes. Dhe ne pritem kryetar që ashtu siç u raportuan ndërkohë në media prap të shtyhet për datën 21, sepse po shihet që dobësia e kryeministrit tani po e sjell që situatën që vendimet për kuvendin e Kosovës të merren në Beograd. Veprimet emergjente, të cilat bartin rreziqe dhe të panjohura në vetvete, vinë si dështim i qeverisë Thaçi që të jetësoj rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës të datës 17 prill 2013. Nga se në këtë rezolut është obliguar qeveria e Kosovës që në afatin prej 90 ditësh nga ajo datë t'i propozoj Kuvendit projekt ligjin e veçantë për Trepçën. Dhe sot me veprimet e juaja ju në fakt konfirmua dyshimet që qeveria në vazhdimsi prej vitit 2007 deri me sot ka qenë interesuar që Trepça të falimentoj për interesat të veta dhe të mos mbrohet me një ligj ose me veprimet e cilat kanë qenë edhe propozim i Kuvendit të dala nga një rezolut e datës 17 prill. Me këto ndryshimet e cilat i ka sjell sot qeveria Mustafa, në fakt sot po përligjon një të panjohur me propozime të cilat mendoj se nuk është vetëm shtyrje e një afati për riorganizim, sepse këtu ka shumë nene kontestuese. Vetë fakti që ky ligj ka dalë si përshtatje nga rregullorja UNMIK-ut 2005-48 tregon shumë. Në anën tjetër, nëse ky ligj është miratuar me 22 shtator 2011 dhe deri me sot nuk ka pasur asnjë plan të riorganizimit, pse mund të shpresojmë që me një afat shtesë do të bëhet diçka që shkon në favor të zhvillimit të Trepçës dhe në favor të zhvillimit të Kosovës. Ky veprim sot është i paprecedent, qoftë edhe në kuptimin e thirrjes së seancës së jashtëzakonshme e cila u anulu pas kërkesës së Beogradit, pastaj thirrjes së seancës së tjetër të jashtëzakonshme e cila në vetvete nuk prodhoi asnjë dokument i cili mund të diskutohet sot. Grupi parlamentar i Aleancës, ashtu siç e kemi thënë edhe në fillim, të vetmin dokument të cilin e votojmë është plotësimi i ndryshimit të ligjit për ndërmarrje publike. Përndryshe, të gjitha veprimet e tjera do të jenë në fakt dorëzim para Serbisë dhe kjo është e papranueshme. Edhe njëherë po e ritheksoj, deputetët e Aleancës do të votojnë vetëm ligjin i cili ka qenë i parapartë të votohet sot në mëngjes për kthimin e Trepçës në ndërmarrje publike me qëllim të evitimit që Trepça të merret nga Serbia. Të gjitha veprimet e tjera që po kalkulohen me përpjekje për të evituar sjelljen dhe ndryshimin e këtij ligji, në fakt janë rënë në presion para Serbisë dhe deklaratave që dëgjuam dje nga zyrtarët e saj dhe të cilat u përkrahen nga ministrat e Republikës së Kosovës dhe varësit e Isa Mustafës, të cilët nga Beogradi, nga Serbia na dërguan porosi që mos e prekni Trepçën dhe më të vërtet kryeministri i tyre i dëgjoi sepse u spostua. Ky është një rast i papërgjithshëm, i paprecedent me të cilin nuk pajtohemi as ne, nuk pajtohen as qytetarët dhe reagimet janë të shumta. Do të luftojmë dhe do të kërkojmë që projekt ligji për Trepçën të sillet në kuvend sa më parë, ndërsa sot të procedohet me atë që kemi marrë si material nga dokumentet zyrtare para 2 ditësh për një seancë të jashtëzakonshme, të cilën publikisht ne kemi përkrahur në mënyrë që të ndalet kjo qasje në raport me Trepçën dhe në mënyrë që të ofrojmë një zgjidhje permanente. Të nderuar kolegë deputet, pasi që qeveria është e pashpresë që do të ndërmerr ndonjë veprim të mirëfillt për vendin, unë ju drejtohem juve. Trepça është simbol i rezistencës, ndërsa Isa dhe Hashimi mundën me fal pronën e vet, por jo Trepçën dhe jo pronën publike. Nëse janë të shantazhuar me burg, le të shkojnë dhe le të kryjnë burgun, se asgjë nuk e gjen Kosovën pa ta. Mirë po, nuk guxojmë dhe nuk guxojmë të lejojmë në asnjë mënyrë që të falin asetin kryesor të vendit. Ju thrasim që të reflektoni sot, pa dallim partive politike. Ky dokument që është sjell nga qeveria është një mashtrim. Ne një dy parashe apo thot që gjykata mund
apo e ritheksoj të shtyje vendimin për likuidim të Trepçes. Kush na garanton sot që gjykata e shtyn vendimin të cilin e ka marrë për likuidim deri me datën 2 shkort? Unë edhe njëherë ju thras, si deputete dhe në emër të Aleancës, që të reflektojmë në një tjetër shkurt të vitit 1989, pikrisht 20 shkurti, kur minatorët në Trepç u futën në grev për ta mbrojtur greven përballë regjimit i cili i kërcënonte deri në vrasje. Ne sot nuk jemi të kërcënuar dhe ju nuk jeni të kërcënuar as me vrasje as me vdekje. I detyroni këtij vendit dhe këtij popullit dhe gjeneratave të cilat do të vinë pas nesh që të veprojmë dhe të ndalim qeverinë në këto veprime të saja të marra dhe të papranueshme. Ju falemnderit. Lista sërbe.